Ish ushtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, gazetari dhe publicisti Ismet Sulejmani u shpreh se nëna Stan Gashi ishte heroina e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe dëshmi e gjallë e forcës së gruas shqiptare në momente të errta. Ti je motra heroin e nënave të mëdha të kombit, je motra shqiptare katolike e nën Zahidës, të Ademit, Hamzës e Rifat Jashari. Nëna Stan, ti je motra e gjallë e nën Rukës, të Luanit, Shkelzenit, Enverit, Ramushit e Davut Haradinaj. Nëna Stan, ti je nëna e mbi 300 luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nëna Stan, e kemi thënë edhe hera tjera, e përsërisim edhe këtu, në kishën tënde, se ti je nën Tereza e ushtrisë lirimtare të Kosovës.